Ndërtimi i fabrikës së municioneve do të përfundojë vitin e ardhshëm. Kryeministri në detyrë Albin Kurti deklaroi se fabrika e municioneve do të përfundojë vitin e ardhshëm. Këtë deklaratë ai bëri para kabinetit qeveritar në mbledhjen e sotme, ku theksoi se me vendimin e sotëm për shpërndësimin e pronave të paluajtshme për ndërtimin e zonës industriale të mbrojtjes në Jahos të Gjakovës, do të hapet rruga për ndërtimin e fabrikës së municioneve. Kurti tha se ky miratim i këtij vendimi do të bëhet në mbledhjen e sotme është kërkesa për shpërndësim të pronave të paluajtshme shoqërore të KB Reniku për ndërtimin e zonës industriale të mbrojtjes në Jahos të Gjakovës. Me miratimin e saj hapim rrugë në terren ndërtimit të fabrikës së municioneve, të parës së llojit të saj në Republikën e Pavarur që do të shërbejë ushtrisë sonë, do të arrijë sigurinë tonë dhe do të ngrisë edhe më tej kapacitetet tona mbrojtëse. Këtë vendim edhe me veçantë e bën fakti që po miratojmë pikërisht në ditën e forcës, deklaroi kryeministri Kurti. Ndërtimi i kësaj fabrike, për të cilën tashmë kemi kontratën nënshkruar me prodhuesin turk MKE, do të përfundojë brenda vitit të ardhshëm. Municionet e para nga kjo fabrikë do të dalin në fundin e vitit 2026. Përveç fabrikës së municionit, kjo zonë industriale do të shërbejë edhe për investitorë të tjerë, me të cilët jemi në kontakt dhe do të prodhojnë lloje të ndryshme të produkteve ushtarake, dronet ushtarake dhe civil Made in Kosova. Tutje, kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se në mandatën e tij të radhës do të investohen 1 miliard euro në mbrojtje.